Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për misteret në botën bimore. Në botanik ka shumë mistere që shkencëtarët ende nuk i kanë zgjidhur plotësisht, edhe pse kjo fushë është studiuar për shekuj. Këto mistere shpesh lidhen me mënyrën se si bimët ndërveprojnë me mjedisin, komunikojnë dhe zhvillohen. Bimët me lule u shfaqën papritur rreth 140 milion vite më parë. Darwini e quajti këtë fenomen misteri i tmerrshëm, sepse nuk dihej si evoluan aq shpejt dhe me aq shumë llojshmëri këto lule. Misteri qëndron, si ndodhi ky shpërthim revolucionar dhe pse lulëzoi kaq shpejt? Edhe pse bimët duken të palëvizshme, disa prej tyre lëvizin me shpejtësi të habitshme. Venus flytap mbyll gjethet në 1/100 e sekondës për të kapur insekte. Mimoza pudica, që quhet dhe bima e turpit, mbyll gjethet kur preket. Shkencëtarët ende po studiojnë mekanizmat molekular që lejojnë këto lëvizje të shpejta. Misteri është si arrijnë bimët këtë lëvizje pa muskuj dhe sistem nervor? Shumë bimë nuk do të mbijetonin pa mikorizat, kërpudha që jetojnë në rrënjët e tyre dhe ndihmojnë në thithjen e ujit dhe lëndëve ushqyese. Disa kërpudha madje shpërndajnë lëndë ushqyese nga një bimë te tjetra, si një sistem ekonomik natyror. Misteri është, kush e kontrollon këtë marrëdhënie, bima apo kërpudha? A ka shkëmbim informacioni përveç ushqimit? Bimët reagojnë ndaj ritmeve të ditës dhe natës, por disa studime tregojnë se ato mund të mbajnë mend përvoja të mëparshme. Disa eksperimente tregojnë se bimët kujtojnë stresin nga thatësira dhe përshtaten më mirë herën tjetër. Misteri është, si e ruajnë bimët informacionin kur ato nuk kanë tru dhe qeliza nervore? Pemët gjigande kanë kufirin e tyre të rritjes. Disa pemë, si sequoia, rriten me 100 metra lartësi. Lind pyetja, pse nuk ka pemë që rriten më shumë se kaq? Shkencëtarët mendojnë se kufiri lidhet me transportin e ujit nga rrënjët te gjethet, por nuk është plotësisht i kuptuar. Misteri është, a mund të evolojnë ndonjëherë pemë akoma edhe më të larta? Bimët flasin në mes tyre në mënyra shumë të sofistikuara, edhe pse nuk kanë gojë, zë apo tru si kafshët. Në vend të fjalëve ato përdorin kimikate, sinjale elektrike dhe rrjete të padukshme nëntoksore për të komunikuar. Ky komunikim është aq kompleks sa disa shkencëtarë e quajnë gjuha e fshehtë e bimëve. Komunikimi i bimëve përmes ajrit. Kur një bimë sulmohet nga një insekt ose sëmundje, ajo lëshon një ajër me përbërje të quajtur VOC, që do të thotë komponime organike të paqëndrueshme. Këto kimikate janë si aroma alarmi që paralajmërojnë bimët fqinje për rrezikun. Reagimi i këtyre bimëve është se ato fillojnë të prodhojnë toksina dhe substanca mbrojtëse. Këto bimë forcojnë qelizat e tyre duke i bërë më rezistente, ose ndryshojnë mënyrën e rritjes për të mbrojtur pjesët e rëndësishme. Ekziston një shembull praktik. Kur bari korsitet, aroma e fortë që ne nuhasim nuk është thjesht era e freskët e barit, por është një britmë kimike që u tregon bimëve të tjera se ky bar është dëmtuar. Komunikimi i bimëve nëpërmjet rrënjve. Nën tokë, rrënjët e bimëve lidhen me rrjete kërpudhash mikorizale, që funksionojnë si një internet natyror. Kërpudhat veprojnë si kablo që lidhin bimët midis tyre. Nëpërmjet këtij rrjeti, bimët mund të shkëmbejnë lëndë ushqyese, si sheqerna dhe kripra minerale. Gjithashtu ato paralajmërojnë rrezikun, siç janë sulmet nga insektet dhe sëmundjet.
dhe ndihmojnë pasardhësit duke dërguar ushqim nga pemët më të vjetra te fidanët e rinj. Sinjalet elektrike të bimëve. Bimët mund të dërgojnë impulse elektrike brenda trupit të tyre, të ngjashme me sinjalet nervore të kafshëve. Kur një pjesë e bimës dëmtohet, impulset elektrike udhëtojnë nëpër qelizat e saj, duke paralajmëruar pjesët e tjera që të reagojnë. Ky mekanizëm është veçanërisht i dukshëm te bima mishngrënëse Venus flytap, e cila mbyll kurte në një fraksion sekonde kur ndjen prekjen e një insekti. Disa studime që janë bërë tregojnë se kur një insekt fillon të hajë një gjethe, pjesët e tjera të bimës marrin një sinjal elektrik dhe fillojnë të prodhojnë kimikate të hidhura. Bimët dhe tingujt. Lind pyetja: ekziston komunikim akustik? Ky është një nga misteret më integrues. Disa kërkime sugjerojnë se bimët mund të prodhojnë tinguj ultrasonik kur ato janë në stres, për shembull kur kanë mungesë uji. Tingujt janë aq të hollë sa nuk dëgjohen nga njerëzit, por disa insekte dhe kafshë mund t'i perceptojnë. Ekzistojnë prova që rrënjët e disa bimëve lëvizin drejt burimeve të zërit, sikur dëgjojnë. Kjo është një fushë që po studiohet intensivisht dhe nëse konfirmohet, do të thotë që bimët kanë një sistem komunikimi akustik të fshehtë. Komunikimi i pemëve në pyll. Kur një pemë sulmohet nga insektet që han gjethet, ajo lëshon aroma alarmi në ajër. Njëkohësisht, nëpërmjet rrënjve dhe kërpudhave, dërgon një sinjal paralajmërues te pemët fqinje. Pjesët e saj të tjera marrin impulse elektrike që aktivizojnë mekanizma mbrojtës. Pas pak minutash, pemët përreth fillojnë të prodhojnë kimikate që i bëjnë gjethet e tyre të hidhura dhe toksike për insektet. Ky proces funksionon si një sistem paralajmërimi kolektiv. Si përfundim, mund të themi se bimët komunikojnë në 4 mënyra kryesore ndërmjet tyre. Mënyra e parë është komunikimi me anë të aromave që lëshojnë në ajër. Mënyra e dytë është me anë të rrjetit të kërpudhave nën tokë. Mënyra e tretë është komunikimi me anën e sinjaleve elektrike. Dhe mënyra e katërt është komunikimi që bëhet me anën e tingujve ultrasonik. Kjo mënyrë është akoma në studim.